Ngjarja e rëndë e ndodhur në zonën e Ranës së Hedhun në Shëngjinj, ku 2 shtetas nga Kosova humbën jetën si pasojë e mbytyjes në det, ndërsa 3 të tjerë po marrin ndihmë mjekësore, ka rikthyer edhe një herë në vëmendje rëndësinë e sigurisë në plazhe, si dhe nevojën për praninë e rojeve bregdetare. Të rinjt kishin hyrë në det për t'u larë, por dallgët e forta të shkaktuara nga era e fuqishme i kanë vënë në vështirësi. Ata kanë kërkuar ndihmë menjëherë pasi rrezikonin të mbyteshin, ndërsa bilanci i ngjarjes rezultoi tepër tragjik. Kjo ngjarje ka ngritur pikpyetje edhe për situatën në Bregdetin e Vlorës, një nga destinacionet më të frekuentuara turistike gjatë sezonit veror, edhe pse sezoni veror ka nisur tashmë dhe numri i pushuesve po rritet dita ditës. Në pjesën më të madhe të plazheve të qytetit mungojnë rojet bregdetare. Një vëzhgim në vijën bregdetare të Vlorës tregon se kullat e vrojtimit, të cilat duhet të shërbejnë si pika monitorimi për sigurinë e pushuesve, vazhdojnë të jenë të boshatisura. Në shumë segmente të plazheve publike nuk ka asnjë personel të trajnuar për të ndërhyrë në rast emergjence apo aksidentesh në ujë. Prania e rojeve bregdetare është një element jetik, sidomos në ditët kur kushtet atmosferike janë të paqëndrueshme dhe deti paraqet rrezik për pushuesit. Shumë incidente mund të shmangen nëse ekziston monitorimi i vazhdueshëm dhe ndërhyrja e shpejtë në momente kritike. Vlora pret çdo vit qindra mijëra turist, vendas dhe të huaj, dhe siguria në plazhe duhet jetë prioritet absolut. Teksa temperaturat po rriten dhe frekuentimi i plazheve pritet të intensifikohet gjatë javëve në vijim, qytetarët kërkojnë që strukturat përgjegjëse të përshpejtojnë vendosjen e rojeve bregdetare dhe aktivizimin e kullave të vrojtimit në të gjithë vijën bregdetare të Vlorës. Ngjarja tragjike e Shëngjinit shërben si një kujtesë e fortë se siguria në det nuk duhet të lihet asnjëherë në plan të dytë.